Nëse do dikush, po pse të ka thonë Zoti me thonë subhanallah? Ibn Qayyim el-Juzeyri thotë, mos ta harrosh veten, jo Zotin. Dëgjon, Madariju s-Salikin, në Madariju s-Salikin. Thotë e ka urdhëruar robën që ta përmend Zotin, që robi mos ta harron veten duke e përmend Zotin. Sepse Zoti nuk i duhet të më përmend. Çka i duhet Zotit me përmendjen e njerit i cili ka linë me një datë dhe me një datë, edhe s'bëhet hiç. Çka i duhet kjo përmendje? Çka i duhet? Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, Allahu Jelle Jelalu në surën Al-Hashr, edhe në surën At-Tauba, në surën Al-Hashr ajeti 19, në surën Tauba ajeti 67, e ka përmendur se dhikri i robit ndaj Zotit është që robi mos ta harron veten, jo Zoti që ka nevojë me përmend ata. Ne po disa njerëz kujtojnë se unë po them subhanallah, demak sikur jam ti i bëu Zotit mirë. Si ti bëu ti Zotit mirë? Ti te majt veten. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, dëgjoj këtë ajet. Nasullaha fa ansahum anfusahum. Allahu jalla thot. E harruan Allahun, e Allahu bëri që ata të harrojnë vetën. Sepse ekzistenca nuk duron një qenje që të mbahet dhe të mbijeton nëse aje e harron krijuesin e vet. Ki telefon dhe zër ka sistemin e vet. Mja hek dikush sistemin ki një plastik e kot. S'ka gja kur gja pisajna. Peshon disa gram për mbërlok, për mbetunin, kur gja ma shumë. Po ja hek sistemin. Nëse ja jep sistemin, kushton 1.000 euro. Kushtimisht. Apo, pra, është shumë e rëndësi njeriu ta kupton se në këtë dunja, po çkyç nga sistemi, ai nuk vlen më. Jeni thotë unë e di një sistem tjetër, s'vlen ti më. E në këtë dunja dhe kush del për sistemit Allahut, i cili është Islami dhe imani, ai s'vlen më. Bëhet një hiç. E për mos mu bani hiç, tha Allahu xhallahu ala, udhkurullaha dhikran kathira, përmend Allahun shumë, që ju mos jeni hiç, jo Zoti.